Një vajzë e vogël ndalon martesën e nënës së saj dhe vërtet, të lutem mami, mos u marto me të. Ajo që vajza thot për të ardhshmen njerëk të saj e bën nënën të fiket dhe të gjithë të pranishmit në ceremoninë të tronditen. Atë ditë, Alice i priste me durim në makinën e saj elegante para shkollës së vajzës së saj, Sofis. Fëmijët ishin një pamje e gëzueshme duke vrapuar drejt prindërve të tyre. Sofia ende nuk ishte shfaqur, ndaj Alice doli nga makina për të shkuar drejt vajzës së saj, dhe pikërisht atëherë ajo hasi një burr që po bënte vrapin e tij të pasditës përgjatë trotuarit. Ishte ujtë që ai mbante në duart i ranë në tokë me një zhurmë të lehtë. Gruaja u drodh, kërkoi falje. "O zot, më fal, nuk të vura re", murmuriti Alice. Megjithatë, kur sytë e saj u takuan me të tjetër, ndodhi diçka magjike. Ajo menjëherë vuri re shprehjen e botë dhe shkëlqimin në sytë e tij. Ai ishte i mrekullueshëm, buzëqeshja e tij e magjepsi aq shumë sa që për një moment bota dukej sikur u ndal. Me një buzëqeshje të lehtë në sytë e tij, ai u prezantua si Alex, sikur kjo situatë ishte disi qesharake. "Unë jam Alice", u përgjigj gruaja, duke ndjerë një tërheqje të papritur ndaj të panjohurit. Dukej sikur universi kishte komplotuar për t'i bashkuar ata ballë për ballë. "Mirë, shihemi, Alice", tha burri përpara se të nisej përsëri, duke e parë me një vështrim tërheqjes. Më pas erdhi vajza e saj dhe ata u nisën për në shtëpi. Megjithatë, të nesërmen, duke pritur sërish Sofi në të njëjtën orë, Alice nuk mund ta nxirrte Aleksin nga mendja. Mendja e saj ishte e mbushur me imazhe të këtij takimi të papritur dhe mezi e besonte se fati do t'i sillte sërish përballë njëri tjetrit. Por ndodhi pikërisht kështu, sepse ai po bënte sërish vrapin e tij dhe u takuan përsëri, tha Alex me një buzëqeshje të butë, duke ofruar asaj. Alice i buzëqeshi në kthim. Ata biseduan pak duke kuptuar të dy se ndjenin një tërheqje reciproke. Dhe përpara se të ndaheshin, Alex vendosi të hidhte hapin tjetër. "Mendoj se do të pendohem nëse nuk marr numrin tënd të telefonit", tha ai, ndërsa sytë shkëlqenin nga pritshmëria. Pasi shkëmbyen kontaktet, ata ranë dakord të takuheshin përsëri. Alice mezi e besonte se jeta e saj ishte gati të ndryshojë për shkak të këtij takimi të rastësishëm. Në atë moment vajza e saj vrapoi drejt saj dhe ata u nisën për në shtëpi. Në makinë kur vajza e pyeti me kë po fliste, Alice i buzëqeshi dhe tha: "Mami po shkon në një takim zemër." Vajza e vogël me një zemër të pastër i dëshiroi lumturi dhe u gëzua nga fakti që nëna e saj më në fund kishte një shoqërues në jetë. Kjo ndodhi sepse 3 vjet më parë një tragjedi kishte ndodhur në jetën e tyre. Bashkëshorti i Alicit, dashuria e jetës së saj, kishte pësuar një aksident fatal me makinë, kur Sofia ishte vetëm 7 vjeçe. Humbje e papritur e shkatroi gruan dhe e zhyte në një zi të thellë. Në këtë kohë të vështirë, Alice e përqendroi jetën e saj në një detyrë të vetme, të kujdesej për vajzën e saj të vogël dhe gjithçka që kishte. Ajo ishte e qëndrueshme financiarisht, duke punuar si arkitekte në një kompani të madhe dhe shpejt mendoi të hapte zyrën e saj. Ata jetonin në një shtëpi të bukur dhe Alice ishte e vendosur të jepte vajzës së saj gjithçka të nevojshme. Megjithatë, vdekja e bashkëshortit i la një plagë të thellë në zemër, e cila pavarësisht kohës që kaloi dukej se nuk do të shërojë plotësisht kurrë. Ajo nuk i lejoi vetes të kërkonte dashuri përsëri, pavarësisht lutjeve të vazhdueshme të Sofis. Vajza e vogël e cila tani ishte 10 vjeçe, ishte gëzimi i jetës së nënës së saj, por edhe një kujtim i vazhdueshëm i lumturisë që ajo kishte humbur për shkak të vdekjes së hershme të bashkëshortit të saj. Vajza e vogël shpesh këmbëngulte që mami të gjente një partner të ri, dikë me të cilën mund të ndante jetën dhe ndoshta t'i dhuronte një motër. Alice, megjithëse e vlerësonte dashurinë dhe kujdesin e vajzës së saj, nuk mund ta kapërcente frikën e hapjes së zemrës përsëri. Ajo gjithmonë i përgjigjej: "Ndoshta një ditë e dashur, nëse shfaqet dikush i veçantë, mami do ta mendoj." Koha kaloi, por gruaja vazhdonte të ndihej e vetmuar, e bindur se nuk do të gjente kur dikë që të mbushte boshllokun në zemrën e saj, që ishte krijuar pas vdekjes së burrit të saj. Ajo besonte se dashuria ishte e paharritshme për të. Deri atë ditë kur fati e solli që ajo të shihte Aleksin, tërheqja mes tyre ishte e menjëhershme dhe e fortë, sikur universi të kishte komplotuar për t'i bashkuar. Duke u pajtuar me ndjenjat e saj, gruaja mezi priste takimin e caktuar me Aleksin.
Ajo përgatit me kujdes, duke zgjedhur një fustan që i theksonte bukurinë dhe grim që i nxirrte në pas syt e ndritshëm. Sofia, duke e parë me entuziazëm, ndërsa nëna e saj përgatitej, thiri: "Mami, shiko sa e bukur je." Alici, e prekur nga komplimenti vajzës së saj, buzëqeshi sinqerisht. Për herë të parë pas shumë kohësh, ajo ndihej vërtet tërheqëse dhe lumtur. Duke lënë vajzën në kujdesin e një dadoje të besuar, Alici shkoi në takim me Aleksin. Takimi përfundoi me sukses. Ai ishte një burr interesant, simpatik dhe i pashëm. Ai tregoi histori qesharake rreth punës së tij si agent sigurimesh dhe Alici e kuptoi se e ndëgjonte me vëmendje çdo fjalë të tij. Ata dukeshin të përsosur për njëri tjetrin dhe ky ishte vetëm fillimi. Koha kalonte dhe këto takime u shndruan në një rutinë të këndshme. Pasioni i tyre për njëri tjetrin vetëm sarritej dhe gruaja mesi e besonte sa me fat ishte që e kishte takuar atë. Së shpejti vendosën të ndërmerrnin hapin tjetër dhe Alex pranoi ftesën e mikës së tij për darkë në shtëpinë e saj për të njohur me Sofin. Voglushja mesi priste të takonte burrin e ri në jetën e së ëmës. Ajo ishte entuziazmuar që më në fund do ta shihte maman e saj të lumtur dhe që ajo do ta ndante dashurinë e saj me dikë të veçantë. Alici e vendosur për të lënë një përshtypje të mirë, përgatiti një darkë që i ngjante më shumë një banketi, duke zgjedhur çdo pjatë me kujdes dhe luks të veçantë. Kur Aleksi mbriti për darkë, gruaja ndjeu se zemra i rihte me gëzim. Në shtëpinë e saj i dukej edhe më tërheqës dhe mbrëmja u mbush me të qeshura, biseda dhe ndjenja të këndshme, por kjo ishte vetëm nga këndvështrimi i saj. Megjithatë, ndërsa të gjithë dukeshin se po e shijonin atë që po ndodhte, voglushja ndjente diçka të çuditshme. Ajo përpoq të mos i kushtonte vëmendja asaj ndjesie të pakëndshme, duke u përqendruar në bisedën e gjallë mes të rriturve, por në thellësi të shpirtit të saj, diçka nuk i dukej as pak në rregull. Pasi Aleksi u largua, Sofia më në fund ndau ndjenjat e saj me të ëmën. "Mami, nuk më pëlqen ai." Gruaja mbeti e habitur dhe hutuar menjëherë. Pas të gjithash, ajo ishte shumë e lidhur me këtë burr dhe nuk mund ta kuptonte pse vajza e saj e vogël nuk e pëlqente. "Pse e thua këtë e dashur?" Ai ishte kaq i sjellshëm, dhe ëma, duke përpjekur të kuptonte shqetësimin e voglushës. Alici e ndarë mes dëshirës për lumturi dhe instiktit amënor të mbrojtjes, ndjeu hutim. Dhe megjithse ndjeu një far sikleti, ajo ishte e vendosur të jepte një shans kësaj dashurie të re, me shpresën se vajza e saj do ta pranonte Aleksin në jetën e tyre me kohë. Dhe kështu pavarësisht të dyshimeve fillestare të Sofis, gruaja vazhdoi të takojë me Aleksin. Koha kalonte dhe prania e tij në jetën e tyre bëi gjithnjë më e përhershme. Ai i vizitonte rregullisht në shtëpi dhe gradualisht filloi të sillej sikur të ishte zot shtëpie, por ëma nuk dukej ta vinte re. Një ditë Aleksi ndau disa lajme zhgënjyese me të dashurën e tij. Ai tregoi se agjencia e tij e sigurimeve kishte falimentuar, duke e lënë në një situatë të vështirë financiare. Ai kishte nevojë për para për të rikthyer në këmbë dhe i kërkoi borxh Alicit, e cila me zemrën e saj të butë pranoi t'i jepte një shumë të konsiderueshme parash, por situata nuk përfundoi me kaq. Shumë shpejt, ky burr prezantoi motrën e tij, Margaritën. Ai shpjegoi se ajo po kërkonte punë dhe kishte nevojë për një stret të përkohshme. Alici, gjithmonë e gatshme të ndihmonte, pranoi ta mirëpriste Margaritën në shtëpinë e saj dhe madje i ofroi ndihmë për të gjetur një vend pune në studion e saj arkitekturore. Sofia megjithatë ndjej gjithnjë më e parehatshme me të gjithë këtë situatë. Ajo nuk mund të shkëputej nga ndjenja se diçka nuk shkonte. Voglushja u përpoq disa herë të paralajmëronte të ëmën. "Mami, mendoj se po të gënjen. Dëgjova kur ai po fliste me Margaritën për atë që po planifikonin." Gruaja e hutuar dhe e qetësuar nga fjalët e vajzës së saj e pyeti: "Çfarë dëgjove e dashur?" Megjithatë, voglushja nuk mundi ta shpjegonte plotësisht, pasi kishte ndëgjuar vetëm gjysmën e bisedës dhe ëma nuk ndodhe aty në momentin e duhur. Mendoi se do të ishte më mirë nëse do të përpiqeshe të ishe më e sjellshme me ta, bia ime. Tani ata janë pjesë e familjes sonë, apo jo? I tha e ëma. Muajt kalonin dhe Sofia vazhdonte të kishte dyshime dhe parehati për praninë e Aleksit dhe të motrës së tij në jetën e tyre. "Si ka mundësi që mami nuk e sheh që ka diçka që nuk shkon me ta?" pyeti vajza me dëshpërim veten.
por Alici besonte se me kohën vajza e saj do të mësojë me partnerin e saj të ri. Por fati kishte përgatitur diçka tjetër për të, diçka që do ta përkeqësonte edhe më shumë situatën. Aleksi i propozoi martesë Alicit, e cila e dashuruar marrëzisht e pranoi me entuziazëm. Ajo ishte aq e bindur se më në fund kishte gjetur dashurinë që kishte ëndërruar pas vdekjes tragjike të burrit të saj. Sapo nuk e mendoi dy herë, edhe pse ishin në një lidhje prej vetëm një viti. Një unas martese shkëlqeu në gishtin e saj, dhe ata nisën përgatitjet për dasmën. Por sapo Sofia mori vesh që ama ishte fejuar, ajo bëri gjithçka që mundi për ta bindur atë të prishte fejesën. Ajo u lut, debatoi dhe shpërtheu në mosbesimin e saj ndaj këtij burri. Megjithatë, ama nuk e ndëgjoi dhe vazhdoi me planet për dasmën. Zemër, tani jemi vetëm ne të dyja si familje. Duhet t'i pranosh ata. Ata nuk janë njerëz të këqij. Nuk e kuptoj pse nuk të pëlqejnë. Unë jam e lumtur. Atëherë pse nuk je edhe ti? E pyeti Alici. Ditët kaluan dhe më në fund erdhi dita e rëndësishme. Dekori ishte mrekullueshëm, tamam siç e kishin ëndërruar gjithmonë. Ky ishte martesa e saj e dytë, dhe ajo ndjeu se kishte marrë bekimin e burrit të saj të ndjerë që ndoshta do t'i kishte dëshiruar asaj dhe vajzës së tyre lumturi. Megjithatë, ndodhi diçka që e tronditi thellësisht. Një natë më parë, nënë e bi ishin zënë keq, dhe voglushja i kishte bërë të qartë se nuk do të ishte e pranishme në ceremoni, sepse nuk donte të ishte dëshmitare e martesës së ëmës me një burr që ajo nuk i besonte. Alici ishte shumë e mërzitur, por pasi të gjitha përgatitjet u përfunduan dhe pas përpjekjeve të panumërta për ta bindur vajzën, ajo vendosi ta zhvillonte dasmën edhe nëse Sofia nuk do të merrte pjesë. Ajo besonte se me kohën vajza e saj do ta pranonte Aleksin në jetën e tyre sapo të fillonin të jetonin së bashku. Kur Alici ecë drejt altarit, gjithçka ishte perfekte dhe magjepsëse. I fejuari i saj e priste me një buzëqeshje rrezatuese dhe Margarita qëndronte pranë tij si shoqëruesi e nusës. Por askush nuk ishte gati për atë që do të ndodhte më pas. Ndërsa Alici po ecë drejt altarit me një buzëqeshje në fytyrë, zemra e saj rrihte fort nga emocionet. Por, në atë moment, dera e kishës u hap me forcë dhe një zë i njohur u dëgjua në përsallë. Mami, mos e bëj. E gjithë turma u kthye nga dera dhe sytë e të gjithëve u zgurdulluan kur pan Sofian që qëndronte në prag, duke marrë frym me vështirësi. Ajo kishte vepruar me gjithë fuqinë e saj për të arritur aty në kohë. Nëna e saj u ndal në vend, duke parë vajzën me habi dhe shqetësim. Sofia, çfarë po bën këtu? Pyeti ajo me një zë të dridhur. Voglushja hapi gojen për të folur, por përpara se të mund të nxirrte një fjalë, një burr u shfaq pas saj. Ai ishte i veshur me rroba zyrtare dhe kishte një pamje serioze. Zonja Alici, ju duhet të vini me ne. Duhet të flasim për të fejuarin tuaj. Aleksi u zbe në fytyrë dhe Margarita hapi sytë nga tmerri. Çfarë po ndodh? Tha ai, duke hedhur një hap prapa. Burri i panjohur nxori një dokument nga xhepi dhe e tregoi përpara të gjithëve. Ne jemi nga policia. Ky burr nuk është ai që thotë se është. Emri i tij i vërtet është Martin Kowalski dhe ai është i kërkuar për mashtrim në disa shtete. Një mur heshtje i ra mbi të ftuarit. Dhe Alici ndjeu se këmbët po i dridheshin. Jo, nuk është e vërtet, nuk mund të jetë e vërtet. Sofia bëri një hap përpara, me lot në sy. Mami, e dija që diçka nuk shkonte. E ndëgjova atë dhe Margaritën duke folur. Ata po planifikonin të merrnin të gjitha parat dhe të largoheshin. Aleksi ose Martin, siç e quante polici, u përpoq të thoshte diçka, por përpara se të arrinte, oficerët i vendosën prangat në kyçe. Më lini të shpjegohem, kjo është një keq kuptim. Thiri ai, por askush nuk e ndëgjoi më. Margarita u përpoq të ikte, por një tjetër oficer e ndaloi. Edhe ti vjen me ne, jeni bashkëpunëtor. Alici qëndroi e ngrirë në vend, duke mos ditur si të reagonte. Zemra e saj u thye në miliona copa kur kuptoi se gjithçka kishte qenë një gënjeshtër. Ai kur nuk e kishte dashur atë, ai vetëm kishte dashur paratë e saj. Ajo uli kokën dhe kapi duart e Sofis, të cilat po dridheshin. O e dashura ime,
"Më fal, nuk të ndëgjova. Më fal që nuk të besova." Sofia e shtrëngoi fort duke qarë. "Mami, të dua, vetëm doja të të mbroja." Në atë ditë, Alice humbi një burr për të cilin mendoi se ishte dashuria e jetës së saj, por fitoi diçka shumë më të rëndësishme, besimin e patundur të vajzës së saj, dhe mbi të gjitha, ajo mësoi një mësim të çmuar. Ndonjëherë zemra mund të mashtrohet, por dashuria e një fëmie, ajo kur nuk e njeh.